por sigurisht më ka rëshqit nga duart dhe më ka rënë në shputën e këmbës majt. Kam të operu me këtë këmbë dhe kam të vendosur protezën, po me thonë drejtën, ashtu siç ka thënë ai drejtuesi em, ka dikon përmbi 8 kg. Hiq, asgjë mos me pas me kry asnjë punë. Veç dera e depos e cila ka qenë me hap, ajo derë i ka pas përmbi 200 kg. A u bjen kjo që ta kanë ullë pozitën, kanë degradu? Po, më kanë degradu, edhe jo pak, po më kanë degradu shumë. Valdete Shabani disa ditë më parë në vendin e saj të punës është lënduar fizikisht. Sipas saj, një hekur i rënd i ka rënë në të njëjtën këmbë që ajo vite më parë kishte vendosur protezën. Kjo ngjarje edhe mund të ishte shmangur nëse menaxhmenti i Trepçës do të kishte marrë parasysh gjendjen e saj shëndetësore për të mos e transferuar atë në njësinë e saj në Kishnicë, ku ajo ishte e detyruar të kryente punë të rënda fizike e gjatë ditës të bënte mbi 100 kilometra rrugë. Në vjem mund të shihni rrëfimin e saj për gjithë këtë eksperiencë. Ajo ka treguar se çfarë kishte ngjarë në ditën kritike. A ditë, unë me udhëhecin tim kam shkuar në depo, i cili i ka sjellur disa bulona për t'i futur brenda në depo. Në atë moment, unë e kam marrur njërin bulon për tyre dhe kam dashur t'a fusë brenda deri tek raftet ku i kemi edhe të vendosur materialet e tjera. E kam marrur në dorë, por nuk e kam vrejtur që ma ka marrë anën ose diçka nga pesha. Por sigurisht më ka rëshqit nga duart dhe më ka rënë në shputën e këmbës majt. Nga ai moment, menjëherë më kam filluar dhimbjet. Sipas Shabanit, si shkak i goditjes, nga minjera deri në QKK, ajo më shumë se një herë ka mbetur e shtrirë pa ndjenja. E ndërkaq, pak ditë pas incidentit, në lidhje me gjendjen e saj shëndetësore, ajo ka deklaruar: Gjendjen nuk e kam të mirë, jam me terapi, vazhdoj me pas dhimbje të këmbës, ku dohet shumë shpesh edhe me i përdor terapit. Me ecë nuk po mundem, siç po shihni edhe vetë, po duhet me këto shtakat me ecë, sepse nuk mundem as me shkel në këmbë. Sipas mjekëve dhe raportin që kam marrë, në këmbë kam shumë ndrydhje. Fati ka dashur që nuk kam thymi ose krisje diçka, sepse unë këto të mbathura që i kam tani 2 vite, i kam special gjithmonë ortoped, sepse kam të operu me këtë këmbë dhe kam të vendosur protezën dhe nuk kam drejt të math këpucat të tjera përveç këto ortopedike. Ka qenë pak një fat për mua që i kam pasur të forta këto dhe pak më ka mbrojtur ajo, sepse ajo buloni ka qenë shumë e rëndë. Buloni është si lloj hekuri? Po, është një lloj hekuri. Pra, çfarë pesha mundet me pas? Po, me thonë drejtën, ashtu siç ka thënë ai drejtuesi em, ka dikon përmbi 8 kg. E pyetur se pse menaxhmenti e ka dërguar të punojë në atë njësi përkundër gjendjes së saj fizike, ajo ka thënë: Prej flotacionit të Stan Tërgut në tuneli parë, unë ato kam Mitrovic, kanë qunë Kishnicë. Transferin e parë, unë e kam pas këto në metalurgjinë e zinkut, këto në Mitrovic, edhe ato kur më kanë dërguar në një objekt ku kushtet nuk kanë qenë as pak të mira. Ato kam qëndruar një muaj e diçka dhe pas asajna më kanë bërë këtë tjetrin transfer ku më kanë dërguar në Kishnicë. Prej cilën pozitë punës të kanë vendosur? Në tuneli parë, unë kam pas pozitën shefi administratës dhe logjistikës, ku jam merrur me gjitha punët e administratës dhe financave. Nga ato, në metalurgjinë e zinkut me kanë dërguar në pozitën zyrtare e logjistikës. Në fakt, ato me kanë dërguar në një pozitë e cila fare s'ka ekzistuar në atë njësi. Qëllimi i këtyre vetëm ka qenë më largu mu, më hik prej flotacioni, dhe të paktën as nuk e kanë menduar se në çfarë pozite po më dërgojnë ato. Sa kam ndajtur në ato një muaj ditë, nuk kam pas me kry asnjë detyrë, sepse s'ka qenë ajo pozitë
në atë njësi. S'kam pas nevojë për atë pozitë që Jo, kanë dërguar. nuk kam pas Sa mos me të largu pak. prej punës, po thonë. As pak nevojë nuk kam pas as në atë njësi, as në këtë njësi këto. Po në Kishnicë, çfarë pozite e kanë? Po, në Kishnicë kam qenë në pozitën udhëheqëse e depos deracake, po as për atë pozitë nuk ka pasur nevoja e njësi, ku në për shumë intervista edhe e ka thënë drejtori i asaj njësie. A u bjen kjo që ta kanë ullë pozitën, kanë degradu? Po, më kanë degradu, edhe jo pak, po më kanë degradu shumë. Më kanë degradu sikur me profesion, sikur me pozitë, po ashtu edhe me ulljet pakës. Shabani ka rrëfyer se largimi i saj është bërë me urdhrin e drejtorit të njësisë biznesore, Shoqëri Sadiku, i cili sipas saj ka dhënë direktiva drejtorit Fatan Ahmeti. Pse ka bërë këtë? E ka bërë këtë vetëm pse i ka penguar suksesi ën. Jo, mund të bëni edhe hulumtin me tjera, mund të merrni edhe kontakte edhe nga kolegë të tjerë. Të gjithë ne të cilët jemi larguar, transferuar apo suspenduar, të gjithë ne njihemi si profesionista në ndërmarrjen trepça. E kjo i ka penguar Shoqëri Sadikut, sepse ai nuk i don njerëzit të cilët e mendojnë të mirën e trepçës dhe punojnë për të mirën e trepçës. Ajo ka treguar se vendimi për transfer u marr duke injoruar gjendjen e saj fizike, ndonë se ishin në djeni për një situatë të tillë. Madje sipas saj, hallit të saj nuk i bëri derman as inspektoriati i punës. Në momentin, do më thonë që këm pas transferin e parë në metalurgjin e zingut, unë ato kam bërë një ankesë, së pari kam bërë ankesë të komisioni i ankesave, sepse kam dashur që t'i ndjek gjitha rrugët ligjore ashtu si janë të para. E kam bërë ankesën dhe i kam treguar përgjendjen shëndetësore dhe i kam thënë, unë nuk jam kundër që me keni dërgu ju mua këto, por nuk më përshtatët për shkaqet e mia shëndetësore, edhe nuk është punë, këtu nuk kam punë në çka me bazë, sepse kjo pozitë që me keni dërgu ju nuk ekziston fare. Komisioni i ankesave nuk është marrur fare me dokumentacionin në që ja kom dërzu dhe me arsyet që unë i kam shkruar ato. Pas 15 dite me kanë dërguar një vendim me refuzimin e asaj ankese, pastaj unë kam fillu edhe kom ba padi, gjithashtu edhe kam dërgu edhe në ankesë në inspektoriat. Këtu të inspektoriati, unë kisha dasht me u lidh pak. Edhe kë institucion e ka ngadalsuar shumë landën time. Për shembull se kanë qenë shumë të njoftuar edhe për kushtet e në metalurgji zingut, edhe për kushtet në Kishnicë. Çdo herë ju kam dërgu foto se në çfarë gjendje jam, dhe ka bërë gati 5 muaj deri sa ka ardhur në vendin e punës atje në Kishnicë ku edhe jam. Gjithë ata kanë qenë të njoftuar, edhe pse i kam parë në disa media që kanë thënë se nuk i kemi të njoftuar, por ekzistojnë dokumentet, ekzistojnë e-mailat kur ju kam shkruar. Unë i kam gjitha dëshmit që kanë qenë të njoftuar dhe plus komplet stafi mua më njetë që kam probleme, sepse në vitin 2022, kur unë e kam pasur këtë operimin, unë 3 muaj nuk kam mundur të shkoj në punë. Por pasi jam kthyer, unë kam vazhduar punën krejt normal, sepse në administrat nuk më pengojnë mu problemet shëndetësore që i kam, por më pengojnë në këto vende ku këta me kanë dërguar. Për shembull në depo, heq, asgjë mos me pas me kry asnjë punë. Veç dera e depos e cila ka qenë me hap, ajo derë i ka pas përmbi 200 kg. Mos me pasu në asnjë punë tjetër, veç qatë derë me qelë, ajo derë i ka pas përmbi 200 kg. Une e kam të ndaluar nga miku të bardh pesha të rënda, të rinë në vendet të ftofta e shumë i kam të cikura do specifika. Dhe këta kanë qenë të njoftuar për të gjitha, po tash në këto intervista që po japin, po mundohen mi përgjithësisë për këto që e kam ba, por unë nuk do të ndalem. Unë do t'i shkoj kësaj pune deri në fund. Tutja, ajo shprehur është gënjur edhe me qasjen e sindikatës.
ju kam drejtu sindikatës për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në Stantërg, sindikatë të cilës edhe jemi antar të saj, po ju kam dërgu. Së pari, aty kur kam qenë në njësinë e flotacionit, i kemi pas 2 antarë, do më thonë që i kanë udhëhequr, ata kanë qenë të njohur me rastin, as të njeri nuk është merrur me rastet tona. Pastaj, une ju kam dërgu ankesë drejt për drejt, do më thonë në mënyrë zyrtare, dhe kur nuk kam marrë asnjë përgjigje. Për gjitha këto, çfarë ka ndodhur në ndërmarrjen Trepça, asnjëherë nuk ka ndalur me ndonjë njoftim zyrtar, pse po ndodhin këto, ose hiç asnjëherë nuk janë merrur me asnjë punëtor nga na. Pse kam bërë këtë? Sepse ata njerëz, të gjithë antarët e sindikatës, janë njerëz të lidhur me shoqërisë Sadikun.